në drejtim të paditur atë moment shqetësimi të natyrshëm dhe atë nevojë krejt legjitime të shumë njerëzve qytetarë që papritur u ndjen përpara një alarmi, përpara diçkaje që duhet të bërin çmos, duhet të bërin diçka, duhet të dinin në rrugë, duhet të thoshin ja ku jemi dhe ne për ta ndaluar, sepse papritur morën vesh që ka një plan djallëzor për të shitur Shqipërinë, që ka një plan djallëzor për të shkatruar një habitat natyral dhe për të rrafshuar një zonë të mbrojtur, e pastaj për të sjell aty ça thoshin palestinezët, ça thoshin izraelitët, ça thoshin masiv betoni. Unë i kuptoj ata. Por ama i kuptoj në momentin e parë, i kuptoj në ditën e parë, i kuptoj në ditën e dytë. Nuk i kuptoj më pastaj kur shkojnë mbas Berihajt dhe kur ca nga fakti që nuk e din, ca nga fakti që nuk duan të dëgjojnë, harrojnë krejtësisht se me kë kanë të bëjnë. Dhe kur them me kë kanë të bëjnë, kam parasysh eksaktësisht veten time, qeverinë tonë, shumicën tonë qeverisë, Partinë Socialiste të Shqipërisë. Harrojnë që kanë të bëjnë me një forcë të cilën mund ta kritikosh për shumë çka, për dje edhe për sot. Po kanë të bëjnë me një forcë të cilës kur askush nuk mund të qohet dhe të marrë kurajon t'i tregoj gishtin si një forcë që ka tradhtuar ndonjëherë interesin kombëtar. Nuk e ka bërë dje, nuk e ka bërë sot dhe nuk ka bërë kur. Sepse interesi kombëtar ka qenë për Partinë Socialiste qysh në kryet herës një pikë e palëvizshme referimi. Dhe ju këtu, ata që janë më si ta themi, të vjetër, si puna ime, të vjetër, e din shumë mirë se në këto ujra kalontin anijet, varkat, makinat e kontrabandës, së naftës, që furnizonte makinerin vrastaret Slobodan Milošević, kalonin këtu, dhe kalonin këtu me bekimin e atyre të cilët ditën flisnin për lirin e Kosovës, flisnin për lirin e shqiptarëve në Kosovë, flisnin kundër diktaturës që po shkatronte Jugosllavinë me radhë, me gjak dhe nuk po i linte vende, dhe natën furnizonin makinerin që përdori kundër të gjithë atyre që donin të shpëtonin nga ktetrat e regjimit fashist në Beograd. Dhe ndërkohë, ç'a thoshin? Thoshin që ishte Partia Socialiste, ajo që ishte krijuar nga Beogradi dhe që mbronte interesat e Beogradit. Kjo është e vërteta që historia tregon sot shumë qartë. Ashtu siç historia ka treguar, po nuk i ka treguar të gjitha, lidhur me ushtrinë çlimtare të Kosovës, lidhur me cilët ishin dhe nga cilat forca vinin, ata që e mbështetën pas një rezervë ushtrinë çlimtare të Kosovës, ndërkohë që historia e ka të shkruar në publikime se si ata tjerët e sulmonin ushtrinë çlimtare të Kosovës, bën çmos që të sabotojnë Rambujen. I konsideronin ushtarët dhe udhëheqësit e ushtrisë çlimtare të Kosovës terroristë, haptas në gjuhën shqipe. E pra, ja se si historia
në momente caktuara përsëritet në forma të ndryshme dhe për arsye të ndryshme. Por që ti thuash kësaj partie, që ti thuash kësaj force politike, që ti thuash kësaj shumice qeverisë së sot, që ti thuash kësaj qeverie dhe mua në krye të saj, çfarë do qoftë që ka lidhje me tradhtin, duhet të jesh komplet i pa fytyrë. Pa fytyrë, pa din, pa iman, pa fe dhe pa ade. Mund të flasësh për adeun sa të duash. Por ata që i kanë bërë gjëmat më të mëdha këtij adeu dhe çdo adeu janë ata që adeun e kanë mbajtur në gojë më shumë se sa të tjerët. Por adeu nuk është për të mbajtur në gojë me vend e pa vend. Adeu është për të mbajtur në zemër dhe adeu është për të mbajtur në mendje kur ti flet dhe kur ti vepron mbi ato që thua. Se adeu në gojë, e dini kush e ka pasur më shumë nga të gjithë në historinë e Europës? Adeu në gojë më shumë nga të gjithë në historinë e Europës e kanë pasur ata që më shumë se kushdo tjetër në historinë e Europës vranë dhe shkatruan njerëz, popull dhe shkatruan vetë Europën. Se kështu funksionon. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve, është një parullë që ka qenë parulla që frymëzonte dhunën dhe frymëzonte atë hata që i ndodhi një vendi aq të madh dhe me aq shumë tradita sa Gjermania. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve është diçka që sot të çon realisht lëkurën dhe ta bën mishin kokër kur i thon fjalës. Sepse çfarë do na ndodhte ne shqiptarëve sikur italianët thoshin Italia është italianëve. Ikni të gjithë, ktheuni andej ka keni ardhur. Sikur grekët thoshin Greqia është e grekëve, ikni të gjithë, ktheuni andej ka keni ardhur. Dhe kështu me radhë ta bënin të gjithë këtë gjë. Dhe ky lloj qameti i ka ndodhur botës, nuk është diçka e re. Dhe pastaj kulmi vjen kur na quajnë ne shkatrimtar. Do me thënë, kanë dalë, se më thonë, shiko se atje kanë dalë dhe njerëz që janë tanët, shiko se atje kanë dalë dhe njerëz që votojnë për ne, shiko se atje kanë dalë dhe vajzat dhe djemë që janë vajzat dhe djemë familje që votojnë gjithmonë për Partinë Socialiste. Po për çfarë bëjnë akoma sot atje? Nëse janë të tillë dhe nuk dyshoj që janë të tillë. Mbrojnë Shqipërinë nga unë, nga ju, nga Partia Socialiste. Mbrojnë natyrën nga unë, nga ju, nga Partia Socialiste. Por ne kemi me vete një histori 10 vjeçare e pak më shumë të luftës për të mbrojtur natyrën nga ata që ishin rreziku më i madh i saj. Ne nuk jemi shkatrimtarët, ne jemi shpëtimtarët. Sepse duket një fjalë e madhe dhe e tepruar, por po të kishin gojë të flisnin flamingot që këta po i dalin për Zot, do tregonin historinë e tyre të idhur. Ata janë zoj shtektarë, ata nuk kanë një habitat të përhershëm në Shqipëri. Do tregonin historinë e idhur se si ata nuk vinin në Shqipëri. Sepse i priste çiftja, i priste pushka e atyre që bënin stërviteshin për të marrë shinjestër dhe vrisnin zogj. Sikur pelikani Kaçurrel të qohet dhe tregoj historinë e tij me Shqipërinë, me parkun kombëtar të Divjakës. Atëherë sigurisht që do t'ju tregonte të tërëve se sot pelikani Kaçurrel është një specie e mbrojtur
që qëndron dhe shtohet në Shqipëri, ndërkohë që përpara ndalimit gjuetis, moratoriumit 10 vjeçar që ne bëm, edhe Pelikani Kaçurreli ishte shënjestër. Sikur të shikohen të gjitha numrat e popullsisë së shpendve dhe të kafshëve që ka sot Shqipëria, krahasimisht me çfarë kishte kur kërciste pushka në çdo pyll e në çdo lagun, atëherë do të shikohet shumë qartë që ne sot kemi një popullsi, një faun të ripërtrirë. Sikur të shikohen sot pyet, ne i kemi, dhe do t'ja u bëjmë me dijet, kujdo që është interesuar, sikur të shikohet sot Shqipëria nga lart, të shikohen fotot satelitore të Shqipërisë, ato të atëhershmet dhe ato të tanishmet. Kemi bërë 10 vjet në moratorium për mos prerje pyesh. 10 vjet. Po plerat, kush ishte që u mblodh në parlament edhe shfuqizoi importin e plerave sa po mori mandatin nga populli? Partia Socialiste. Tani ne dalim shkatrimtarët, po për të na vënë këtë akuzë, duhet na tregojnë çfarë shkatruam ne. Shkatruam Shkodrën, që sot, mbas kaq shumë vitesh, e mbetur si dele e zezë jashtë të gjithë bashkësisë qyteteve, po merr frymë edhe është bërë një destinacion turistik që vetëm rritet vit pas viti. Rritet vit pas viti një destinacion turistik dhe pastaj sjell vit pas viti bën shumë të ardhura për ata që kanë aktivitetet e tyre këtu. Shkatruam Vlorën apo shkatruam Tiranën? Kë shkatruam? Shkatruam rrugët që të çojnë në thellësi të maleve dhe ku i dham mundësi njerëzve edhe në malësi të madhe, edhe lart në Theth, edhe në Valbon, edhe në Lur së fundmi, e kështu me radhë që të jetojnë dhe të bëjnë lek dhe të duan të kthehen gjithmonë më shumë, po me paketën e maleve, çka kanë këta, se ja këtu jemi, këtu është Tonini, kryetari i bashkisë, këtu me siguri janë dhe disa nga malësia madhe, dhe sa herë jemi ulur dhe sa herë është thënë në të gjitha takimet që na zgjidhni çështjen e marrëdhënies së investimit me pronën, ne nuk e kemi njoft 7501, nuk e dum 7501, i kemi ndarë tokat sipas kufive të parë, kemi dakordsi me njëri tjetrin, por as nuk bëjmë dot investim se s'marrim dot leje, as nuk marrim dot subvencion për të bërë një fermë apo për çfarë do qoftë se s'kemi letrat e tokës, dhe as nuk kemi shans që t'i drejtohemi fondeve të Bashkimit Evropian, apo edhe bankave qoftë, sepse nuk na jep njeri kredi. Dhe ne kemi zgjidhur këtë me paketën e maleve. Këta thonë do vinë ta marrin oligarkët. Këta thonë ta mbrojmë Shqipërinë nga të huajt. Këta thonë ta shpëtojmë Shqipërinë nga paketa e maleve. Pra këta thonë që emigrantët të cilët duan të investojnë kursimet e tyre në të gjitha ato zona të cilat janë zona ku ata kanë pronat e sërgjyshërve, por nuk e kanë njohur 7501, duhet ta harrojnë që ta bëjnë këtë gjë, sepse nuk ka për ta asnjë zgjidhje tjetër përveç se të futen ke 7501. Kështu thonë ta. Po ka kohë më Shqipëria të mbasi me këto broçkulla e me këto pallavra. Po si mund të mbasi kohë Shqipëria, ndërkohë që ja ku është këtu?
se shumë nga ju Malinezi nuk e keni një emër në hartën e Ballkanit, as nuk e keni thjesht një vend ku keni shku 2 herë, por e keni një vend ku keni hyrë, ku keni dalë, qysh nga viti 1991. Tani, kujtoheni pak Malinezi si ishte në 91-shit, dhe shikoheni si është sot. Pse nuk jemi dhe ne sot ashtu? Akoma? Dhe pse nuk duan që të na lënë që të jemi jo ashtu, po të jemi ku e ku më mirë se ashtu, sepse duhet të nxjerrim të huajt jashtë, sepse duhet ta bëjmë Shqipërinë. Çfarë duhet ta bëjmë Shqipërinë? Rezervat për blogera dhe për influencera. Se më thoshin, po qa bëre ashtu dje, si qa bëre ashtu dje? Po, më tregonte një nga ato